mu po më pengon shumë kjo që po fullirate njerës, po foli pak ma kosovarqe. Fake look është në hava. Kë është efti fake? Nuk përmend jamna. Tash apo më pyet, nuk ma lejon ndërgjegja, nuk ma lejon ftyra. Kërkoj falje, duhesh me respektu këta. Këta duhesh me respektu. Në general, po udhen kunja, po bojnë fyrje, po bojnë sharje, okej, falja është për njerin, kur falë Zoti, qka robi. Po përsërisi prap gabimin. Shqyqyr që kërkot falje, shqyqyr që bjet pishman, se kjo shumë njerëzore dhe me këtë akt tregojmë kultur edhe mëshirë njerëzore. Me gjithate, e shofim që gjanat e tila, aty po kërkot falja, ripërsëritje. Dhe unë do me thonë non stop jam kujdesi, repete, fjalla për ndigjot, repete, sendet e njëta, repete, që do me thonë, nuk gudzojnë me ndodhë këto gjana, se kjo është format i cili kërkon komplet diçka tjetër. Qfar diçka tjetër? Krejt diçka tjetër, do me thonë komplet anën e njerëzishme, me provokimet lezeqme, me qka në kuptojmë, mos pëlqime, mos pajtime, konfrontime të lezeqme në kontekstin njerëzor, në kuadrë të debateve, temave të shtjelume, dhe jo në kuadrë të pse ma qove vetën, qka heke pjatën, pse heke... Pse e thyve pjatën, pse dogje groshën? Digja Malba, pri asaj përvoj dhe pri asaj mënyre tjetës, shëvije dhe që shumë ndërtu, prandaj po të thomë, skip, se është për mu, të e pas parasysh që gjuhën e dhunës nuk e një, gjuhën e fyrjeve, ofendimeve nuk e një, kjo po më duket mu gatje pa besueshme. Qka po shoh, qfar pa pjekurie, qfar pa përgjithësie. Besom jam shumë të uqudit. Jam të uqudit, sinqerisht dhe më të surprizu, se po thëmë si ka mundësi një njeri mbi të 20-at, meren me gjana të cilat realisht, okej, edhe ajo është pjesë e shohut, po kjo më veç ka kalu në një loj, shumë të rrezikshme, shumë banale, shumë jo e pëlqyshme e di si Zoti një për. Kush janë 2-3 situata që ty realisht ka ardhë maj hundës duke i parë që ndodhë vazhdimisht? Fyrjet, provokimet. Jo, pak më konkrete, si situata tani ardit, më lejo, se këta më përgjithsi gjithë të themi në mënyrë filozofike, teorike, fyrjet, ofendimet, gjëra, po kush nga situatat konkrete që ka ndodhë në shpi, se ndodhë situata konkrete që na prekin gjithë banorëve. Shumë. Kush janë ato 3 situatat, ose 4 situatat, ose ndoshta edhe 5 për ty, konkrete që ka ndodhë në shpi, që ty realisht të kam prek shumë edhe duket ekstreme pa drejt. Shumë gjana në pa drejta këtu, për nejse. Kush janë këta, më të thellta, situata konkrete me njerëz të konkret? Dhe pse? Kjo pseja nuk ka fund kur, dije këtë sen. Kjo pseja mbetet vetëm si nocion pse, edhe nuk ka vazhdimsi. Gjithmonë kjo pseja, sa të kemi jetë, ka me qenë pse. Nuk zavendësohet. Shumë situata, Alba, shumë situata, do me thonë, cilat unë veç i kom pa. Besom, po në mënyrë të më njerëshme, sinqerisht po të arditi, jo që po du me kursy dikon, ose po du mu më shef për diçka të larga saj, se jemi të folë besom shumë konkretisht, po situatat të cilat, do me thonë, i kom registru për momentin, edhe automatikisht që më bo dili. Kush janë ata 3-4 situata po, që të realisht kam prek? 24 orë për në që ato situata. Gjatë gjithë kohës për në që ato situata, gjotë që mu më kanë kalu modhen pa interesim. Sa që besom, shumë të në rasteve, se e koma të aftësi, jam në tavolin, edhe a bëjtë runit switch off. Jam vetë si materje organike. A besom nëse mu, në ato momente e ruj vetë vetën, se ma shumë se vetë vetën se du kërkan, më sarë kërcen, vetë Zotin e du, edhe në ato momente do me thonë, jam i qkyqun. Trakja bëjt runit nëse e shof që po flitet prapë për gjanat banale, edhe unë e po thamë, o që am gjetë mu, në regull jemi, kom ndodhë më veç këtu. Jo i tipit ofendus ose mbi vlerësus, se unë jam shumë modest për nga natyra. Qo që am ndodhë mu këtu. Edhe vëtëm ja bëj vetit switch off. Si të F, pika, it.
që ta kom thonë, që do me thonë, me marë tash me i pan detalje, ose me marë këtu mu të regu Superman, ose Supergirl, është gati e pa mundën. Për vetë faktin, Pra ty po duken se disa personazhe po duken Superman e Supergirl? edhe tentativa drejt asaj është tentativ drejt dështimit. Këta nuk pe kuptojnë shumica. Kush mendon se të do këtu të duket Superman edhe Supergirl? Nuk ka lidhje kush, ka me dalë... Jo, pra Arditi përgjithshëm, nuk kemi gjëra konkrete nga Arditi. Digjam, këto kanë me fillu me u konkretizu shumë shpejt. Pa Arditi vetë se ka ndodhur situata. Në base vetëm keni me pas të kjartë, dhe të thotë. Keni me pas të kjartë.